Aborti dhe shëndeti mendor. E vërteta që duhet të dëgjohet. Për shumë njerëz, aborti është një temë delikate, shpesh e mbuluar me paragjykime dhe dezinformim, por është koha të flasim hapur, bazuar në fakte dhe prova shkencore. E vërteta është kjo. Aborti nuk shkakton probleme të shëndetit mendor. Studimet serioze tregojnë se gratë që kanë akses të kujdesi i sigurt për abort, nuk përjetojnë më shumë depresion apo ankth se sa ato që e çojnë shtatzënin deri në fund. Në shumicën e rasteve, ndjesia më e zakonshme pas abortit është lehtësimi, jo pendesa. Por ja ku qëndron problemi i vërtet. Kur një gruaje i mohohet e drejta për të vendosur vetë për trupin e saj, pasojat për shëndetin e saj mendor janë të mëdha. Kufizimet ligjore, stigmatizimi dhe mungesa e mbështetjes krijojnë stres, ankth, turp dhe madje edhe trauma të thella. Shtatzënia e padëshiruar mund të bëhet burimi i vuajtjes psikologjike, veçanërisht kur mungon zgjedhja. Gratë që detyrohen të vazhdojnë një shtatzënie të padëshiruar përballen më shpesh me dhunë, varfëri dhe vështirësi në kujdesin ndaj vetes dhe fëmijëve të tyre. Zgjidhja nuk është kontrolli, por kujdesi, mbështetja dhe informacioni i saktë. Të mbrojmë shëndetin mendor të grave, do të thotë t'u japim atyre të drejtën për të zgjedhur. Në këtë kanal, ne flasim me të vërtetën, me empati dhe me respekt për të gjitha gratë. Abonohu për më shumë përmbajtje që sfidon mitet dhe ngres zërin për të drejtat e njeriut.